Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Kush ishte banda e Aldo Bares, famkeqi i Lushnjës? Në fund të viteve 90, Shqipëria jetonte në një nga periudhat më të errta të tranzicionit. Vendi sapo kishte kaluar krizën e 97-s, shteti ishte i dobët dhe në shumë qytete ligjin nuk e bënte policia, por bandat lokale. Një nga më të përfolurat, më të dhunshmet dhe më famkeqet ishte historia e bandës së Lushnjës me në krye Aldo Baren. Piknisja e përplasjeve të përgjakshme mes bandave në Lushnjë ishte vrasja e Ramadan Shkurtit, vëllai i Alfred Shkurtit, pra Aldo Bares, duke qenë se pseudonimi i tij ishte Aldo Bare, por emri ishte Alfred Shkurti. Në korrik të vitit 97, në qendër të Lushnjës u vra Ramadan Shkurti, një ish efektiv i Reneas. Vrasja e tij tronditi qytetin, por më shumë se kaq ndezi një zinxhir gjakmarrjeje që do ta kthente Lushnjën në arenë lufte për më shumë se një dekadë. Vëllai i tij, pra Alfred Shkurti, i njohur më vonë me nofkën Aldo Bare, betohet për akmarrje. Ai mblodhi rreth vetes njerëz të armatosur, të bindur dhe të pamëshirshëm, duke krijuar një strukturë që shumë shpejt u bë sinonim i terrorit në qytet. Fillimisht, objektivi ishte i qartë: hakmarrja ndaj Artur Dajës, njeriu që Aldo Bare konsideronte përgjegjës për vrasjen e të vllahit. Por me kalimin e kohës, kjo hakmarrje mori formën e një lufte të vërtet për pushtet. Në një vend pa ligj, banda e Lushnjës filloi të kontrollonte çdo gjë: tregtinë, bizneset, qetësinë publike, madje edhe frikën e njerëzve. Në mesin e antarëve të saj përmenden emra si Ilir Stergu, Afrim Hoxha, Arben dhe Enver Boriçi e shumë të tjerë. Ata vepronin si një organizatë e strukturuar me rregulla të brendshme dhe me një hierarki të qartë. Në Lushnjë thoshin se asgjë nuk ndodhte pa dijenin e Aldo Bares. Por çfarë e bënte këtë bandë kaq të frikshme? Ishte pikërisht brutaliteti. Aldo Bare nuk njihte kompromis. Viktimat nuk ishin vetëm kundërshtarët e tij të drejtë për drejtë, por edhe familjar, miq apo çdo që dyshohej se kishte lidhje me kampin tjetër. Në një nga ngjarjet më makabre u raportua se pas një vrasjeje, koka e një prej viktimave u ekspozua publikisht, një mesazh frike për të gjithë qytetin. Lushnja, dikur një qytet i qetë dhe i punës, u kthye në simbol të tmerrit. Askush nuk ndjehej i sigurt. Në mbrëmje rrugët boshatiseshin dhe çdo shpërthim tritoli akris marme nënkuptonte një tjetër viktim. Frika dhe heshtja mbretëronin. Nga viti 97 deri në fillim të viteve 2000, përplasjet midis bandës Aldo Bares dhe grupeve rivale morën 10 jetë. Në këtë periudhë regjistruan vrasje, plagosje, atentate me armë dhe eksploziv, madje dhe ekzekutime në mes të ditës. Autoritetet ishin të pafuqishme, shumë oficerë friksoheshin, disa bashkëpunonin, të tjerë mbyllnin syt. Në vitin 2005, pas një hetimi të gjatë dhe ndihmës nga partnerë ndërkombëtar, policia arriti më në fund të godiste rrjetin. U arrestuan disa nga anëtarët kryesorë, ndërsa Aldo Bare u shpall në kërkim ndërkombëtar. Ai u kap disa vite më vonë dhe u ekstradua në Shqipëri, ku më pas u dënua me burgim të përjetshëm për një sër veprash të rënda penale, përfshirë vrasje, krijim organizata kriminale dhe terror publik. Pas arrestimit të tij, Lushnja u përpoq të rifitonte qetësinë, por plagët mbetën të hapura. Familjet e viktimave ende kërkonin drejtësi, ndërsa qyteti mbeti për vite me radhë në hijen e asaj që kishte ndodhur. Shumë banorë kujtojnë ende ditët kur askush nuk guxonte të fliste hapur për krimet, nga frika se banda mund të akmerej. Por si çdo histori e errët shqiptare, edhe kjo ka shumë pyetje pa përgjigje. Kush i mbështeti këta njerëz? A kishin lidhje me figura politike apo struktura shtetërore të kohës? A ishin vetëm një grup të rinj që kërkonin hakmarrje? Apo ishin pjesë e një zinxhiri më të madh korrupsioni dhe pushteti? Sot, banda e Lushnjës mbetet një nga kapitujt më të zymë të historisë tonë moderne.
Një kujtesë asaj kohe kur drejtësia mungonte dhe qytetet tona mund të binin lehtësisht në duart e frikës. Një histori që na kujton se çfarë ndodh kur urrejtja, gjakmarrja dhe mungesa e ligjit bën sundues për ditëshmërinë. Fatmirësisht në ditët e sotme nuk ndodhemi përsëri me të njëjtat situata, edhe pse kemi tentativa të bandave të ndryshme, përsëri shteti, drejtësia dhe policia e shohim që ka një pushtet më të madh dhe shumica e tyre janë kapur.